Ilir Ekonomi është shpallur fituesi i çmimit Azef Pllumi për memorialistik në edicionin e vitit 2025 që organizohet nga Bashkia e Lezhës në një konkurrencë me 25 botime të reja me syre autorë të njohur të letërsisë shqiptare. Vepra e ekonomit u vlerësua për hollumtimin e theduar historik dhe portretizimin e shumë dimensionuar të figurës së Fanolit. Është një çmim, unë e kuptoj, është një çmim shumë prestigjioz, shumë çmime të tjera që jemi dhe unë mendoj se Shqipëria është mirë të ketë disa çmime të përqendruara, do të jenë çmime të mira, të jenë prestigjioze. Vjen mirë që këtë leza, dhe si bërë një gjithë tyre që thash. Por jam sidomos i lumtur që bëhet fjalë për një çmim me emrin e madh të Azef Pllumit. Kryetari i Bashkisë së Lezhës, Pierre Indreu, theksoi rëndësinë e vardimësisë së këtij çmimi për nderuar figurën të trashëgimin Azef Pllumit, ndërsa shkrimtari Rudolf Marku tha se kujtesa është vlera më e madhe që duhet trashëguar. Shkrimtaria po një vënder i vendit dhe ne nuk bëjmë që tjetër disa mundohemi që të shkojmë pas, po madhështia që është aq e madhe sa ne ndoshta se kapim dot, por këto aktivitete mendoj se janë aktivitete që duhen dhe ne nuk bëjmë shumë, po respektojmë një ndër figurat më të rëndësishme të Shqipërisë. Kaliopi është muza që kulon poezinë, por ajo është në tjetër kohë dhe përnesha kujtesës. Çfarë do të thonë kjo? Do të thotë që kujtesa është thelbi më i madh i artit që krijon njerëzimin. Pa kujtesë nuk ka asgjë. Vepra fituese sjell një përshkrim të theduar të Fanolit në vitet 1920-1924, kur ai nga udhëheqës shpirtëror shndërrohet në një figurë rebele të politikës shqiptare. Ekonomi rindërton jetën publike të Nolit, përpjekjet e tij për reforma të thella, hyrjen e Shqipërisë në lidhjen e kombeve dhe sfidat që shoqëruan në një prej periudhave më të trazuara të historisë shqiptare.